Pjesëtar të policisë nga sektori për punë të brendshme në Tetov mbrëm rreth orës 19:30 në një objekt të palicencuar për punë në fshatin Pirok, pronë e BF 38 vjeçar, i cili objekt ishte dhënë me qera SR 30 vjeçar nga po i njëjti fshat, pasi që kanë gjetur 5 aparate pokeri, 1450 denar dhe gjëra të ndryshme me urdhëresi kanë konfiskuar ato. Në objekt, pjesëtarët e policisë kanë takuar 3 persona nga fshati Pirok, të moshës 25, 29 dhe 35 vjeçar, të cilët më herët ishin angazhuar për rregullimin e derës hyrëse të objektit. Është realizuar një hetim i kompletuar. Gjërat që janë gjetur brenda objektit janë fotodokumentuar dhe pas ndriçimit të plot të rastit kundrejt SR do të merren masa adekuate. Dje në orën 14 në rrugën e Ilindenit në Tetov, në afërsi të qendrës tregtare të qytetit, është ndalur për kontroll AKJN nga Kameruni, shtetasi i Uruguajit. Shtetasi i huaj me vete nuk ka pasur dokumente origjinale, përderisa në shtetin ton ka hyrë me datën 8 të këtij muaji, përmes vendkalimit kufitar të Deve Bajrit. Pas kontrollit dhe mbajtjes në stacionin policori është dorëzuar sektorit për kriminalitet ndërkufitar, migracion, shtetasve të huaj dhe riatësim, ndërsa më vonë është nxjerrë para gjykatësit për kundërvajtje, ku i është dhënë vërejtja për kundërvajtje dhe është urdhëruar që për 48 orë të lëshojë Republikën e Maqedonisë. 60 vjeçari MM nga fshati Llakavic, qytetit të Gostivarit, dje ka denoncuar se rreth orës 10 në parkun e qytetit që gjendet në afërsi të spitalit në Gostivar, ka hasur 2 persona të panjohur, të cilët qëndronin ulur në njërin nga urset e parkut. Njëri nga ata i ka kërkuar 100 euro për të paguar shërbime mjekësore të gruas së tij. Si garancion se me njëherë do të kthehet për t'ia rikthyer parati, ka lënë një orë dore kinse të arit. Pas pritjes së 2 orësh, megjithatë i panjohuri nuk është kthyer, përderisa MM e ka kuptuar se është mashtruar, po punohet në ndriçimin e rastit dhe gjetjen e mashtruesve.